أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Lutë Allahun që të na bëjë të sinqert në atë që flasim dhe atë që punojmë. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, jemi me hadithin e 11 të cilin e tregon Hasani, nipi pejgamberit alayhi salatu wassalam, djali i Fatimës dhe i Aliut, se e ka dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë largohu prej gjërave të dyshimta dhe shko të gjërat të cilat apo lidhe zemrën për gjërat të cilat nuk janë të dyshimta por që qetësohesh në to. Në Islam kjo është rregull. Është shumë rregull i rëndësishëm. Çdo sen të cilin ti dyshon, a është halal ajo, ti dush më largu. Ku me shku? Me shku të ato gjëra që ty të qetësohet zemra. Por, ndodhë që dikush se kupton kështu, thotë ndryshe, thotë mu po më qetësohet zemra me piraki, thotë unë po dyshoj që ky uji që ma ke pru ti, a është i mirë ajo? Edhe thotë unë po punoj me rregullin e juj. Në rregullin ti vetë po thosh largo për gjërave dyshimta, unë po dyshoj të uji që ma ke pru ti. Ma mirë për marrë që të një shishe alkohol edhe për pi, që atë po më qetësohet zemra. Çka i themi na? I themi ky rregull nuk vlen për teket e tua, ty që është për teket. Ky rregull ka një vend vetin. Kur hyn në fuqi, rregulli largo prej dyshimeve, shko te gjërat e pa dyshimta ku të pushon zemra. Atëherë kur ti nuk ki argument, a o halal, a qka që kjo punë, a o farz, a qka. Nëse ki argument, zban me thonë aty mu po më flenë, po më qetësohet zemra të alkoholi, se ti ki argument që është haram. Ti, vetëm në të gjëra, e kemi përmend para 2 ose 3 derseve, që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, halali është i qartë, edhe harami është i qartë në Islam. Në mes tyne, mes halalit edhe haramit janë dësene që shumica njerëzve nuk i din. Çka me boja Rasulullah? Që tu ka thonë pejgamberi, largoni prej gjërave të dyshimta. Shumica njerëzve nuk i din, ama jo krejt. Disa njerëz nuk i din. Disa i din, kush janë ata që i din? Ulemaja. E na, kur nuk e dim a o halal, a o haram, në ka lind dyshimi, çka bëjmë? Ne largohemi duke punu me që ta dheth. Ku shkojmë? Shkojmë ta e punë që po na qetësohet zemra. Më flenë zemra që kjo është halal, shkoj që të. Por këtu kush zot, më konë zemra shnosh, zemra halal, zemra pa djallëzume, zemra cila ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ja ajo zemër e smur, ajo zemër me dyshime, ajo zemër e mbushur me harame. Ai cili largohet prej gjërave të dyshimta, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thonë, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, ka garantu, e ka siguru se ai është fetar, edhe është i ndershëm. Ai cili largohet nga gjërat e dyshimta, si dyshon me diçka, s'ka argument, deri të shkon te argumente, ai largohet pi gjanave të dyshimta. Dhe kjo na jep neve sinjal se ai burr ka iman, ka dhe marrë, ka turp, është njëri që ka ftyrë vëlla, se largohet pi gjanave të dyshimta. E ka një qfar uj në ftyrë, një qfar perde, largohet. Deri kur ta merr vesh pi ulemave, kur ti pyet ulemat, edhe merr vesh që po boj ka me bom, punoje. Pa kam sevap që u largova, po ki sevap. Se ti nuk e ke ditë edhe je rujt. Prandaj, po jap edhe një rregull tjetër, ju lutem dëgjojeni me vëmendje. Gjanat në fe
pa i këqyr, ose gjanat më falnin këtë botë, pa i këqyr në Kur'an heq, hala pa i këqyr. E këna lon, hala s'kena, qëtu e kemë Kur'an, e kemi lon qëtu. Gjanat në këtë botë janë, gjdo sen që sa e fesë, që s'ka të bëjmë me fenë, është halal, se kryta halal, më së gutë, është halal. Gjdo gjanë fe, është haram, gjdo ibadet është haram. E gjdo gjanë e dujas është halal. Atër po boj ka mishi derit, po boj ka prit, se kum kry. Gjdo gjanë në dunja është halal, përveç aty në seneve që kur ka ardhë Kurani, feja, i kanë zjerë për qëti halalit përgjithshëm, ka thonë kretë në dunja janë halal, veç që kjo heke, që kjo heke. I ka hek feja tak, një 20-30 sene, i ka qitë qëtona që ka thonë kretë senet e dunjas janë halal, përveç që ty në 10-15 seneve, 20-100, kuj sa dush që to janë haram. A e kuptum? Prandaj, gjdo sen që del i ri në dunja, del një diqka e re, na themi parimisht në halal. Deri sa ulemaja ta binë argumentin me na vërtetu se ka dalë së halal, haram është. Çka themin, nga që ky rregull, na del se çdo pare e re që del, elektronika, parimisht është halal. Kur ta vërtetojnë ulemaja, që mund më konë haram, na nalme. Gjërat e fesë, ibadetet, kretjen haram, çka i bjen kjo, ti zguxon me boj ibadete kryen vete. Asune. Përveç aty në ibadeteve që sheriati i ka vërtetu, i ka vullos. Ti s'bën mu falë. Për me s'bën mu falë? Jo. S'bën mu falë përveç që aty në namazeve që feja i ka vullos. Unë po du me qitë një namaz 3. Jo. Se me shtu ibadete në feja haram. A me shtu sanë në dunja halal. Me shtu në dunja halal. Veç më shto gjëra që ka argument që zban me qitë një rakit 3, një stil 3. Zban. E ibadetet, kreta janë haram, deri të vjen argumente me i leju. Prandaj na themi, nëse dikush e qëtë një ibadet 3, një adhurim 3, e qëtë. Qëka i themi? Ja, zban. Po ibadet be po kom qef me bo ibadet Allahun me qëtë adhurim, me qatë stil, e kum qitu në pizvetit. Ne i thëmë jo, nuk ka një ibadet e stile. Ti dush monal, që aty ku është argumenti. Gjdo adhurim, që s'ka argument në Koran, apo në sunet për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është haram. Gjërat e dunjas, gjdo ushqim, në botë është halal. Përveç nëse gjajmë argument në Koran që është indalum. Kret ujnat janë halal. Kret mishnat, parimisht janë halal. Pastaj, mrana mishnave, këqyrim në Koran edhe në sunet, a mos ka dhe mish që e ka ndalu Zoti, po paska, kona mishi derët, kona mishi coftinës, kona mishi i kafshve mish ngranëse, i qenit, i ujkut, i loanit, i tigrit, kona mishi i ndalum i kafshve që jetojnë edhe në ujë, edhe në tokë, krokodili, bretkosa, paska disa mishna, që konën haram, mishi që është prej, jo në amën të Allahit, po për idhujt, e ka që dikush të tyrbja një kurban, edhe ka prej të në amën të ati babës Dardalec aty, që i varosën, edhe ti zban me ongër qatë mish, saj nuk ka prej për i zatë Zotit, edhe pse është mishi i deles, parimisht, delja o halal, po pse e ka preja i në amën që ati vorit, atër të bënë ty haram, bëhet haram. Pra, kretë pijet janë halal, kretë pijet. Cilat janë haram, ato pije që të dehen, ti ta shqysh dush në gjithë të jamën. A janë 1 milion pije që të dehen, me amna të ndryshme, me stilet ndryshme, ishtë se interesant. Atë deh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ajo pije që të deh, nëse e pi shumë, atër është haram edhe me e pi pak. Edhe me e pi pak. O kry. Prandaj, kështu na kemi lehtë me kuptu se i përzihet dikuj thot, po dalin sene 3 në dunjo, këta pi pranojnë, këta fetartë. Kurse ku po dojnë ibadete 3, këta s'pi pranojnë.
Pse ibadetet? Se na I themi, ibadetet janë të ukifia, zgudzan ti me prej këtë ibadetet me shtu, se aty është dzarryma, ibadetet zgudzan me shtu, veç shëriati që ka I ka vunë. Dunjas kreti ki halal përveç nëse shëriati e zbulan, se qajo seni dunjas, pas ka argument që e ndalën në Kur'an, ose në hadith. Kjo është që pëthot pejgamberi largohu nga gjërat e dyshimta dhe bëj vetëm ato punë të cilat zemra jote është e qetë. E kanë pyet me një hadith tjetër, ndoshta I vjen rani me përmend. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur jemi në dyshim, çka më bë? Ka thonë istefti qalbek, pyet të zemrën tënde. Nëse të qetësohet zemra me bëni punë, bane. Nëse nuk qetësohet, nëse ki dyshim, largohu. Andaj, na kemi thonë prej mençurisë muslimanit është, nëse ka dy sene, të dyjat po mendon që janë halal. Njërin pjada ma shumë epshi, tjetrën ma nuk pjada. Qëta që pjada epshi, le t'i largohet sa ma shumë. Sepse zakonisht epshi ngre ka haramat. Andaj është mirë me largu. Ti s'pedish a janë halal a haram, po të anan e epshi rujo. Mirë, me pyet zemrën tone, ose unë të tamën. Sa me pyet, deri të më rish të hoxha. Jo ti kur mos me marr fetva pi hoxhës. Me thon, pas ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pyet të zemrën tone, apo të pëlqen halal a haram. Mu po më pëlqen për mënën, fillim po e përsëris. Po më pëlqen filan pija, ka alkool nda. Ja na I themi jo këtu, jo me pyet zemrën që tash. Zemra për mu pyet duhet më kon zemra e shnosh, e cila është ngrit mbi devotshmëri, e cila ka tutën e Zotit, e cila është e sinqert, e synon xhenetin, e synon kënaqësinë e Allahut, e ka mbikëqyrje Zotin e vet, që kjo zemër duhet mu pyet, jo një zemër e smut, që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se zemra e smut prej mëkateve është pështjell, është bëhet tëra e zezë, pi gjunaheve. Sa herë bën një gjuna, një pikë e zezë. Një gjuna, pika tjetër. Pika edhe bëhet kretë e zezë. Kur bëhet kretë e zezë, nuk e dallon më të mirën për të keqës. A keni pa disa njerëz I bëjnë haramet pa kur far turpi. Hiç pa marrë. Edhe ti thu vetë me vete, a ka ky pak marrë? Zemra a si rrej këti njerëja? Jo, a s'ka marrë se si rrej zemra ati që duhet mi rrej. Sepse ati qatë që ka nëzi zemra, sa mo nuk mund me dallu të mirën për të keqës. Njëjtë sikur se një njerë që I ka hup shia e gjuhës. I ka hup shia e gjuhës, edhe ai on gjendje me hangër si një copë mish, si një mjaqit një sandalet që e vesh këpuca. Ai nuk ka shije, edhe hanë. I thu ti për që kja zbanë, thot, s'pe marrë vesh kur gjatë. Se s'ka mo shije. Që shto është shija e zemrës, kur të hup, gjdo sen bat, për ta njejt. I humbë, ajo ndjesia që kjo halal, që kjo haram. Edhe I ban, edhe ti thu, qysh o zot, qysh ka mundësi. Njeri qohët antarin e familjes vetë, gjinis femrore e shet. E hyp në kërë me pare e shet. S'ka ndjenja hiç, s'ka glirë, s'ka hased, s'ka zili, s'ka gjelozi. Ti thu, a ka mundësi? Jo, me zemrën tone, s'ka mundësi, po me t'ati po. Se ati është nëzima, nuk ka ma ati. Nuk mund me dallu të mirën prej të keqës. Që kjo është kur zemra mbushet me, nëzihet me harame. Edhe ersohet, terrohet, së ne dallën të mirën prej të keqës. Prandaj, nuk duhet gjithmonë, na, si besimtar, me I lanë sanet, gjanat, hajt në ndërgjegjen e ti. Po në ndërgjegjen e ti në ato gjërat që ty nuk dëmtojnë në mënyrë direkte, por nëse kini bërgj, nëse kini kontrat, nëse kini një marrëveshje, shkruaje. Po s'ka gale, si t'ja ban ndërgjegja e mos mi paguaj, jo, ati ja ban ndërgjegja, sa I s'ka ndërgjegje. Ai se ka gale pse ty t'i vjedh parët. Ai se ka gale pse ty t'a thënë marrëveshjen.
Ai se ka gale për ditën e kiametit. Në rregull, ty nëse mundesh, leja se ti gjithçysh kimi janë nxjerr në ditë kiametit. Nëse mundesh leja. Ne jemi të fol, nëse ki nevojë, atëherë mos ja lë, bëne marrëveshje. Mos e lë gjithmonë se ti banki ki karakterin shumë fisnik, shumë i buri mirë, shumë i ndërgjetshëm, pa ai tjetër nuk është. Edhe me zemrën e tij ai ta, nuk i bën matematikat sikur se tuat. Edhe pastaj ti ki me thonë që shka ftyrë ky, me ecë me kartë mirë, e mund s'ma pagun borxhin. Ai ka ftyrë, se është në fakt i pa ftyrë. Është i pa zemër. Pastaj një njeri i cili e bën një të keqe në familjen e vet, mos i beson, se edhe ty ta bën. Edhe ty ta bën. Kur në gjendje një njeri me shit moralin e vet, apo mendon ty që ta kthen borxhin, nëse të ka marrë borxh, apo mendon që ty të rrin fjalë, sepse sa ne të shkojnë grad, shkallë. Nëse një njeri është në gjendje me bë, për shembull një vrasje, ai se ka gajle me të vjedhë në gjep, se vjedhë janë shumë ma vogël në krahasim me ai njeri cili e shet moralin e vet. Ai se ka gajle ty mos më ta kthy borxhin, hiç se ka gajle. Sa shumë ma vogël kjo mesele. Ai i ka bërë të mëdha s'pi bën këto të vogla. Prandaj shumë me pas kujdes me marrë këtë rregullin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, da ma yaribak ose yaribuk ila ma la yaribuk. Largohu prej gjërave të dyshimta dhe bëj vetëm ato gjëra që janë jo të dyshimta në të cilat ty të pushon zemra. Andaj kjo është një rregull mjaft i rëndësishëm për neve si besimtar. Allahu xhel na bëf për atyre që kemi zemrat e pastërta, zemrat e ndërgjegjshme, plot me iman, plot me frikë ndaj Allahut, edhe na bëf për atyre që gjithmonë kemi në mes syve tanë, që shto e shohim, që shto, nga natën e vorrit. Kush e ka para syve të vet natën e vorrit? Që kam ju përgjigj pyetjeve të natës vorrit, kush e ka ditën e kiametit, edhe mizanin, peshojen, nuk ka mundësi me bot keq. Nuk ka mundësi me bot keq. Se e di që qatë keqe që t'ja bën njonit, ai gjithsesi ka me dhënë llogari natën e vorrit, ka me dhënë llogari në ditën e kiametit, kam ju peshu në peshojën e Allahu xhelle shanuhu ato vepra të tij. Lutë Allahu xhelle që të na fal, na përmirësoj, na udhëzoj. Walhamdulillahi rabbil alamin.